Duan të jenë pjesë aktive shoqërisë, por ekzistojnë bariera dhe faktorë të ndryshëm që i pengojnë ata, si edukimi për çështje ekologjike dhe mungesa e vullnetit të institucioneve për këto çështje, e në veçanti atyre lokale. Disa nga të rinjt merren me aktivitete ekologjike, disa jo, por janë të njëjtit mendim se komunat ku jetojnë duhen të zhvillojnë sa më shumë aktivitete për politikat e gjelbërta dhe kyçjen e të rinjve në ato. A merrni me aktivitete ekologjike? Jo, nuk kam pasur mundësinë që të merrem me aktivitete ekologjike. A do dëshironi të merreshit me aktivitete të tilla? Sigurisht që po, sepse është shumë e nevojshme për mjedisin tonë, në të cilin jetojmë, ku duhet të kemi më shumë aktivitete, siç është mbjellja e pemëve, pastaj duhet të ketë dhe edukim të mjedisit. Nuk është që merrem me aktivitete ekologjike, po mundohem vetë paka shumë mbledhjen e shisheve plastikës. Kisha pas qef me marr pjesë në për kësaj aktivitete, pse jo, për shkak që më ndihmu mjedisit. Nuk mund të them se gjithmonë merrem me aktivitete ekologjike, por kur më vjen mundësia ndonjëherë mirem, si më saktësisht mirem me reciklimin e mbeturinave të shisheve të plastikës. Patjetër që po, se fundja është për mjedisin ku jetojmë ne dhe është më e mira ta mbrojmë dhe ta ruajmë ata. Sipas hulumtimit të shoqatës Go Green, pjesa dërmuese e të rinjve të anketuar 68.6% nuk kanë të ftuar asnjëherë të marrin pjesë në ndonjë ngjarje, planifikim, këshillim apo të ngjashme nga komunat ku jetojnë. Ata qërimi thotë se të rinjt nuk kanë prej ku të marrin informacione. Komunat jo çdo herë i hapin dyer për bashkëpunim dhe mungon komunikimi i komunave me të rinj si faktor shumë i rëndësishëm. Të rinjt nuk janë aktiv ne sa duan dhe sa duan të jenë. Këtë e dëshmon edhe hulumtimi jonë që kemi bërë në tetor të vitit të kaluar, ku mbi 50% të rinjve nuk e dinë se ato të kishin dashur të marrin pjesë në kësi lloj aktivitete të lidhur me mjedisin, dhe arsyet më të mëdha nga ato janë që nuk kanë besim në komunat ku ata vinë, domethënë besimi nuk është atë sa duhet në nivel, dhe e dyta është që nuk e dinë nga ti marrin ato informata se ku dhe çka po ndodh në komunat e tyre në lidhje me aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit. Përfshirja e të rinjve në politikat e gjelbërta në nivel lokal luan rol të rëndësishëm në sigurimin dhe mbrojtjen e ambientit qendror, ndërsa forcimi i bashkëpunimit mes OJC-ve rinore mundëson kyçjen e të rinjve në çështjet ekologjike lokale, fuqizimin e tyre dhe përfshirjen aktive, thot hulumtimi i shoqatës Go Green.